Nëse doni një hidroizolim që të zgjasi për vite me radhë, shikojeni deri në fund këtë video. Nuk janë lodra për fëmijët sigurisht, por është një procedurë për sa i përket hidroizolimit. Vani, çfarë kemi bërë ta sqarojmë nga fillimi deri në këtë proces? Atëherë, këtu kemi një moket që kemi demonstruar produktet tona, duke filluar nga profilet rigips, me pllakën e murave të brendshme dhe të jashtme rigips. Kemi demonstruar hidroizolimin, që kemi hidroizolimin dy komponentsh, me rrjet masive, kemi përdorur edhe shiritat izolues? Kemi përdorur edhe shiritat izolues, edhe këndorë të brendshme dhe të jashtme, që janë demonstruar më përpara në video. Kemi edhe hidroizolimin D-Protect, që është një komponent që e theksojmë, është super i mirë, që është përmbush gjithë cikli i kësaj që... Dhe ishte shumë i thjeshtë për të aplikuar. Pjesa e fundit ishte dhe aplikimi i ngjitësit që ishte Weber Kohl EvoFlex G, që është për ngjitës të masisë 60-60.